Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i hënë 29 shtator 2025. Dashi. Nëse jeni duke kërkuar mundësi sot do të keni disa ide. Një takim blen flori, mos prisni gjithçka menjëherë. Një njeri i binjakëve ose peshores mund t'ju interesojë më shumë gjatë kësaj periudhe. Demi. Informacioni nuk mungon dhe nëse duhet të takoni një njeri që do të vendos për punën tuaj të ardhshme, mos i thoni jo. Nata e mendimeve pozitive në dashuri. Binjakët. Ju keni aftësinë për të reaguar ndaj atyre që duan t'ju izolojnë. Nëse keni një histori të qëndrueshme, do të doni të shkelni. Gaforja. Ju do të ndryshoni mendjen dhe gjendjen shpirtërore me një shpejtësi që do të mahnit edhe ju, ditë në lëvizje të ngadalë, ju po paguani për disa gabime të bëra në të kaluarën. Luani. Nuk ka ndonjë lajm befasues, por vetëm ndryshime të vogla, një vendodhje të re, një rol tjetër ose një program për të menaxhuar duke ndryshuar stilin në krahasim me të kaluarën. Virgjëresha. Është koha e duhur për të filluar iniciativa të reja, dashuria jep më shumë pasion. Mbrëmje qesharake. Peshorja. Është një ditë që sjell disa ndërlikime të vogla, në familje apo në punë ka vonesa. Lëreni zemrën tuaj të flasë, edhe nëse ka fjalë të ngatëruara, ju mund t'i ktheni ngrohtësinë historisë tuaj të dashurisë vetëm nëse ja vlen. Akrepi. Një ditë që kërkon menaxhim të kujdesshëm të gjërave. Edhe puna ju thith shumë, sepse synoni suksesin, edhe nëse kërkon mundim të madh. Shigjetari. Këto ditë ju keni një aftësi të madhe, të riktheheni në lojë, të bëni plane, duke kujtuar ndër të tjera se e ardhmja do të jetë më pak armiqësore. Briqapi. Më mirë në mëngjes. Tani duhet të mendojmë për të ardhmen e cila sigurisht do të jetë më e favorshme. Duhet t'i bësh të qarta gjërat në dashuri, por nuk është dita e duhur për ta bërë. Ujori. Nëse keni një biznes apo kontakt, sot do të jetë një ditë e rëndësishme. Përballeni me çdo argument që ju intereson sepse keni një shans shumë të mirë për të fituar. Peshqit. Nervozizmi në rritje sepse testet që po provoni të kaloni këto ditë janë mjaft të rëndësishme. Bëni kujdes sepse disa nga tensionet që ndjeni mund të derdhen në dashuri. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.